Edi Rama ka zgjedhur të falenderojë deputetët e grupit parlamentar që gjatë këtyre 4 viteve në opozit kanë qenë bashkëpunëtorët më të mirë për të përçuar mesazhin e rilindjes tek shqiptarët në çdo cep të vendit. Në mbledhjen e grupit parlamentar, Rama nuk ka nguruar dhe të kërkojë ndjesë të theksojë në prag të hartimit të listave të deputetëve se askush nuk është i përjashtuar nga rruga e Partisë Socialiste. Sot është dita për t'ju thënë të gjithëve nëse ka ndodhur, dhe me siguri ka ndodhur, që padashet kem gabuar edhe unë. Me këdo prej jush, në rrugën e vështirë, plot mundime që kemi përshkuar deri këtu, për t'ju thënë se ju kërkoj sinqerisht ndjesë. Nga ky grup do të dalë dhe skuadra fituese e 23 qershorit, ndërsa ndryshimet e natyrshme brenda tij sigurisht që do të ndodhin, por nuk do të nxjerrin jashtë rrugës më të tejshme të Partisë Socialiste pas 23 qershorit as edhe njërin. Për të përforcuar rëndësinë e çdo vote dhe çdo bashkëpunimi, Rama tha se gjithsecili do të ketë kontributin e tij në qeveri dhe parlament. Ne do ta ndajmë legislativin nga ekzekutivi. Ndër të tjera, kjo ndarje do të rrisë numrin e protagonistëve që do të udhëheqin Shqipërinë në rrugën e kalimit reformave dhe të realizimit të programit tonë të rilindjes, duke bërë që dhe numri i deputetëve që do të përfshihen në këtë fushat për të kontribuar më tej në legislativ apo në ekzekutiv të jetë më i madh se sa numri i vendeve që do të fitojmë në 23 qershor. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama tha se çdo shqiptar duhet të votojë për largimin e kryeministrit më gjakatar që i ka ditët e numëruara. Në këtë pikë, Rama premtoi zbardhjen e 21 janarit. Mbetet amaneti i madh i këtij 4 vjeçari në opozit dhe një prej synimeve tona madhore për drejtësi gjatë 4 vjeçarit tjetër në qeverisi. Në zgjedhjet e 23 qershorit ne do të fitojmë me shumicë të theksuar votash tha Rama dhe këto do të jenë zgjedhjet më të rëndësishme pas 1992-shit. Ai tha se zgjedhjet duhet të jenë të paprekshme dhe të pacënueshme. Jemi e vetmja mundësi tha Rama për të ndryshuar imazhin e Shqipërisë. Berisha jo vetëm ka dështuar, por dhe po kopjon programin e Partisë Socialiste. Kjo ka vetëm një arsye sipas kryesocialistit, faktin se Partia Demokratike është kthyer në një parti klanore dhe familjare.